çfarë kishte që nuk shkoi? Unë pata fatin të jap një intervistë para lojës në një nga kanalet televizive, që nuk është mirë të përmenden sepse ju jeni domethënë jeni të gjithë për një qëllim, kështu që e gjithë është kontarja. Media është ajo që të lirë të flitë dhe mendoni çfarë do thoni. Media është ajo që e thep, të gjithë për një qëllim sepse lunte ekipi kombëtar, lunte Shqipëria, të gjithë merrshin pjesë, qoftë publiku, qoftë aktorët që lutën, trajnerët, stafi teknik, federata, të gjithë syt nga Polonia dhe nga Slovakia, sepse Shqipëria madhe është. Edhe shqyqy që është Shqipëria madhe, sepse sa më të bashkuar jemi, aq më mirë dhe aq më mirë shkojnë punët në sport edhe kudo. Por ti referohemi pyetjes edhe lojës që dje u zhvillua. Para loje, unë pa të thonë që i vetmi pa influencë që duhet vendoste lojtarët të cilët duhet luanin në fushë, sipas asaj që ai programoi, sipas asaj që dinte rëndësinë e kësaj loje, por duke pas parasysh edhe gjendjen fizike, psikologjike dhe anën morale të grupit, ishte i vetmi dhe i vetmi është trajneri Silvinja. Ai duhet mos ndigjonte nga jashtë as Eduard Abazin, as Vasile Rucin, as njerëz të cilët janë trajnera tribune, i themi ne, ose specialistë tjerë që akoma vazhdojnë të bëjnë trajningun në Shqipëri, që kanë të drejtën të japin orientimet e tyre ose intervistat e tyre, por mbi të gjitha Silvinja do të mbetet përgjegjësi i kësaj loje të djeshme. Mendimi im personal, sepse është ai dhe stafi i tij të cilët vendosën atë 11-çe dhe ato djem që në vazhdimsi të lojës ai bëri zëvendësime. Çfarë ka përgjegjësi Silvinjo këtu? Si duhet ishte nisur ndeshja, apo si duhet, e kam fjalën për formacionin, por edhe vendosjen taktike në fushë? Silvinja në radhë parë ka përgjegjësi sepse në çdo shkallë që ne njitemi në futboll ka një objektiv. Dhe objektivi që erdhi Silvinja deri ke play-offi ishte kualifikimi. U skualifiku. Kjo është përgjegjësia më e madhe e Silvinjës. Mua nuk më intereson minuta e 73 që psuam golin, mua nuk më intereson minuta e 72 që ne humbëm rastin, mua nuk më intereson minuta 59 që ata shënuan golin e barazimit dhe nuk më intereson minuta e 58 që ne humbëm rastin më të pastë që mund ta dyfishonim lojën. Kjo nuk është problemi që këto dy raste e bëjnë përgjegjës trajnerin, sepse nuk ishte trajneri që i dërgoi atje, nuk ishte i trajneri që domethënë nuk i dha instruksionet teknike për ato për të shënuar. Por kjo do të thotë që trajneri, leximi i lojës gjatë 90 minutave para lojës edhe strategjia me të cilën ai kishte planifikuar për të kundërshtuar Polonin brenda shtëpisë saj, unë do të thonja që kjo ishte një strategji, domethënë me kundërshturm, një strategji tepër mbrojtëse dhe pa asnjë kreativitet sulmues. Dhe po ta shohim golin e parë dhe të vetëm tonin, ishte gabimi fatal i mbrojtësit të Polonisë dhe nuk patëm domethënë në rast në pjesën e parë më tepër se sa ajo që u shënu gol. Kështu që në 45 minutat e para, strategjia e Silvinjës ishte komplet, domethënë, mbrojtje, pritje e ekipit kundërshtar për ta parë, domethënë, dhe për të i dhënë mundësi lojtarëve tonë shpejt për të bërë ndonjë kundërshtumë dhe për të rrezikuar mbrapa shpinës. Kjo u arrit nga gabimi i Benardekut, i cili domethënë është një qendërmues shumë i mirë i Portos, por dje domethënë ishte në ditën më të dobët të tij. Edi, të lutem, sepse ka pas një debat madh edhe në rrjetet sociale para ndeshjes, por edhe pas tek pjesa e formacionit. Si ka mundësi që dy lojtarë më të mirë të momentit, që Mehmeti dhe Muçi, nuk gjejnë vend nga minuta e parë, por mbi të gjitha Muçi, një formë të jashtëzakonshme. Domethënë, nuk u arrit të gjendet një vend për të. Në këto raste, kur kemi një lojtar të tillë, duhet ndërtohet formacioni rreth tij, e para e dyta mund të gjendet një vend aty, edhe si mund të jepen atij vetëm 7 minuta në fund. As 10 minuta jo, pa hequr ato ndërprerjet e tjera. Ne aty kishim ty.
Unë në qoftë se do ta dërgonja atë intervistë para lojës, dhash edhe një sugjerim, një mëdhëçe me të cilën ekipi kombëtar duhet lunte dhe mënyrën dhe sistemin e lojës që mund të bante dhe të projektonte gjatë 90 minutësh në Poloni. Një ekip që unë do ta përsëris edhe këtu, edhe do ta them. Mita nga e Majta, Ismaili dhe Gjimshiti, nuk e vendosi Ajetin, për fat, dhe me thamë, në fakt u dëmtua, edhe Hysaj nga e Djathta. Në mes fush, do e ndërtonja me Uzunin nga krau i Djath, Laçin pak më në qendër, bashkë me Shehun, do të lenja në stol Aslanin që dje u pa dhe Aslani dhe Shehu bën të njëjtin pozicion për dy lojtar, ne bënim një pozicion, dhe nga krau Majt do të venja Mehmetin. Pra Uzuni dhe Mehmeti nga krau. Nga krau. Në sulm do të venja Muçin edhe Brojën që në fillim. Pse? Për të bllokuar... Ky është formacion tamam brazilian. Për të bllokuar bllokun qendror të Polonisë, për t'i dhënë gabimet sa më të shumta qendërmbrojtësve të Polonisë dhe për ta shpërngulur nga krahët që nuk na jepte, domethënë, shumë hapësirë dhe ne nuk i jepnin shumë hapësira Polonisë, kështu që ne rrezikonim më tepër të fitonim lojën sesa Polonia të fitonte lojën. Ky ishte një mendim i im si eksperiencë që unë kam në futboll dhe në ato momente domethënë që unë edhe kam bërë domethënë kurset e trajnerëve nga ana teorike, do të ishte sugjerimi më i mirë për këtë lojë. Pse e them këtë? Sepse trajnerët bazohen në ide të cilat janë jo 3-4-3, 3-5-2, jo po doli keq loja, nuk ishte ky sistem, nuk është. Sistemet në lojë nuk janë sisteme 3-5-2, 4-3-2-1, 4-3-3, por janë dinamikat e lojës dhe këto duhet të bëhen në varësi të secilit element që ti ke në grup. Dhe kush është elementi për momentin që është më mirë. Kur them për Aslanin që është lojtar i mirë, nuk duhet lundë sepse kaloi momente shumë të vështira këto 4-5 muajt e fundit nëpër klube. Kur them për Shehun, nuk ka shumë eksperiencë dhe vertikaliteti i tyre bashkë me gjithë Laçin është shumë më i mirë sepse Laçin në mënyrën vertikale na ka treguar që futet deri në 16 vjeç. Dhe gjuan. Edhe dje bëri një gjuajtje vertikal që u fut në zonën e 16 metrëshit të Polonisë. Por me 4-4-2, me mbështetjen e Mite dhe Hyse nga Uzuni dhe nga Mehmeti, por me kreativitetin e Mehmetit në sulm, me Muçin... Që realisht ishte një 4-2-4, e gjitha sulmuse? Në të kalojsim në 4-2-4, dhe neve do të jepshim mundësi ekipit ton që të shikonte më shumë në sektorin e fundit të sulmit, që neve e kemi shumë boshlik për shumë vitesh dhe akoma jemi të trembur ose akoma themi shqyqy që na doli një rast, po si dolëm ne këtu? Nuk dolëm me logjik. Dhe kjo është përgjegjësia e Silvinës, që mbas lojës të gjithë specialistët, të gjithë komentuesit, të gjithë mediat duhet t'i vënë domethënë notën Silvinës, sepse në fundit dje ai mori vendimet që mori për të dalë, për të përballur me publikun. Në rast se sot neve do të ishim të kualifikuar, Silvinja do të ishte me elogjet më të mira të medias dhe të gjithë komentatorëve dhe të gjithë specialistëve që komentojnë lojën. Para sportisti ka përgjegjësitë e veta, kurse trajneri në fundit, mbas një rezultati të lojës, është ai që i merr të gjitha përgjegjësitë dhe në këtë rast cikli i Silvinjës u mbyll. Çdo gjë fillon nga zero dhe federata me presidentin e zgjedhur për 4 vjet mos të shkoj me ide të vjetra, po të shkoj me ide më të mira të progresit dhe të kemi domethënë një ekip kombëtar. Se në fundit Ylberi, Edi dhe të gjithë shqiptarët kur luan ekipi kombëtar janë të bashkuar dhe kërkojnë suksesin. Por kritikat dhe mënyra se si trajtohet ekipi kombëtar
me që se ne kemi shumë lojtarë të cilët majnë presionin, luajnë për ekipe të mira, luajnë për ligat e Europës. Te gjithë kjo analizë nuk kuptoj diçka me kaq sa marrvesh nga futbolli. Tani këtë Muçin mendoni që e penalizon skema e Silvinjos, kokforcia e tij për të qëndruar bindjeve të veta, më the thash, apo e penalizon, apo ka ndonjë që nuk e do në federat? Kush nuk e do këtë? Kjo është një pyetje që i takon vetëm Muçit të prononcohet direkt. Duke në hapur ju nga jashtë. Të prononcohet direkt sepse është ajo që është dëmtuar prej 2 vitesh, të cilën neve, domethënë, ne flasim në për televizore, në për komente, dhe në fakt ai djalë ka bërë një progres jashtëzakonisht të mirë në Turqi dhe meriton një respekt më të madh. Por unë do të them që ka diçka më të thellë se sa elementi teknik i grupit ose i individit në futboll. Ndoshta një simpati e Silvinjës, ose ndoshta një influencë që nuk e dëshirojnë, domethënë, ta kenë në grup. Por për futbollin dhe për publikun, Muçi është i domosdoshëm. Nga një herë futbolli, shoqëni nuk e pranon, ose miqësitë midis tyre mund mos jenë, domethënë, të mira. Mund mos kenë respekt individët midis njëri tjetrit, midis trajnerit edhe sportistit, por e kërkon futbolli. Trajneri mund mos të dëshirojë dhe mund mos ta ketë, domethënë, me simpati një tip lojtari. Por e kërkon futbolli, e kërkon publiku, e kërkon rezultati, e kërkon pozitiviteti. Nuk duhet të përzier profesioni me inatet personale. Sepse në fundit, kur të gjithë e kërkoni që t'ishte Ozuni në fush, edhe kur ai ishte në formën e tij më të mirë në Spanjë, ai nuk futej. Kurse tani futet, tani që kërkohet. Problemi i kësaj pyetje, unë do t'jap një përgjigje që si duket këto specialistat e federatës, edhe ky trajner, ka më tepër sy se sa gjithë publiku shqiptar që dëshiron suksesin dhe progresin që e meriton publiku shqiptar të respektohet, sepse për atë luhet futbolli, por mos harrojmë që në këto ditët e sotme çdo qytetar që shkon të shohë një lojë të futbollit kupton shumë mirë futbollin, kupton shumë mirë të gjitha sektorët të cilët trajneri bën lëvizjet, bën kombinimet, bën koordinimet, kështu që me sa duket këto që kanë kundër publikut shqiptar. Të lutem, ju e thatë mendimin tuaj për trajnerin që duhet hap kraun.